Një 33 vjeçar nga Devolli i arrestuar 2 herë dhe i skeduar nga policia e shtetit si person me precedent penal, ka ndërtuar një perandori biznesi mbi korrupsionin sistematik të doganierëve në Kapshticë dhe Tiranë përmes një skeme piramidale në bashkëpunim me agjencinë doganore. Mario Max Berberi futi nga Greqia pa dogan Red Bull, Nivea, Milka dhe Coca-Cola, duke u kthyer në një problem kombëtar për distributorët zyrtar. Pronari një magazine 2 milion euro në Kamës dhe një kompanie me xhiro 90 milion lek në vit, Berberi është provë e gjallë se si sistemi doganor shqiptar po i rrit kontrabandistët në milioner. Më 26 korrik 2018, policia e Korçës arrestoi 6 persona në aksin Bilisht Korç, pasi 2 automjete me pije energjike kishin kaluar doganën e Kapshticës pas një kontroll. 3 prej të arrestuarve ishin doganier në detyrë. FG, KN dhe RM, 3 të tjerët civil, shoferët KM, RSH dhe një 26 vjeçar nga Devolli, që policia identifikoi si porositësin e këtij malli. Emri i tij ishte Mario Berberi. 8 vjet më vonë, Mario Berberi nuk është më një i dyshuar modest në një rrugë kufitare. Ai është milioner. Kompania e tij, Berberi Kompani SHPK, ka xhiro 85 milion lek në vit, ndodhet në kilometrin e parë të rrugës Bilisht Kapshticë. Në të njëjtën rrugë u arrestua dhe së fundmi është bërë ortak në një projekt energjetik në Devoll, bashkë me familjet më të fuqishme të Juglindjes. Për të kuptuar se si një kontrabandist i kapur në flagrancë u shndërrua në biznesmen të paprekshëm, duhet parë skema. I skeduar nga agjencitë e zbatimit të ligjit si pjesë e kontrabandës së mallrave, Mario Max Berberi nga Devolli është kthyer në një shqetësim kombëtar pasi ka korruptuar të gjithë doganën e Kapshticës. Mekanizmi ishte i thjeshtë. Produktet i nxirrte si prodhim për eksport. Në letra malli i dilte jashtë shtetit. Në realitet nuk kalonte askund më tan. Përfundonte në magazinat e tij, kështu shmangte TVSH-n, akcizën dhe çdo detyrim tjetër doganor. Doganierët mbyllnin syt dhe vulosnin dokumentet, sikur malli të ishte eksportuar pa taksa, pa akcizë, pa TVSH. Ky ishte një operacion i vazhdueshëm i cili e ktheu Berberi në një armik të hapur të distributorëve zyrtar. Red Bull grek futej pa dogan dhe shitej me çmime që distributori shqiptar nuk mund t'i konkuronte. E njëjta gjë me Milkan, Nivea dhe Coca-Cola. Distributori zyrtar i Red Bull në Shqipëri ka bërë denoncime të përsëritura dhe në disa episode ka arritur të bllokojë fizikisht mallin kontraband, por mekanizmi nuk u çmontua kurrë. Për të vënë në lëvizje këtë vëllim malli, Berberit i duhej infrastrukturë. Së fundmi ai ka ndërtuar një magazin gjigante me vlerë 2 milion euro, ku operon kompania Best Price SHPK. Në letra pronari Best Price është Robert Kadriu. Në realitet, Kadriu është punonjës i Berberit, një prestanume që mban pronësi informale, ndërsa pronari i vërtet qëndron në hije. Profili kriminal i Berberit nuk është ndërtuar nga media, është konfirmuar nga vetë policia e shtetit. Më 4 gusht 2019, një vit pas arrestimit për kontraband, Berberi u arrestua sërish në fshatin Liqenas të Pusticit, sipas njoftimit zyrtar. Ai u konfliktua për motive të dobta me një banor të zonës dhe djalin e tij 15 vjeçar dhe i kanosi me pistolet. Policia arrestoi në Korçë dhe i gjeti armë me krër fishekësh pa leje. Materialet u referuan për kanosje, vetgjyqësi dhe mbajtje pa leje armësh, por fjalia vendimtare në ato njoftim është kjo: Berberi është person me precedent penal, i arrestuar edhe më parë për disa vepra penale, me styre për kontraband mallrash. Ky është konfirmim zyrtar. Policia e shtetit e klasifikon Mario Berberin si person me precedent penal dhe thotë se ai është arrestuar për disa vepra penale, jo një, i arrestuar 2 herë, i klasifikuar nga policia si person me precedent penal, i skeduar nga agjencitë e zbatimit të ligjit si pjesë e kontrabandës së mallrave dhe pavarësisht gjithë kësaj, biznesi i tij nuk u ndal, përkundrazi, shpërtheu. Në vitin 2018, kur u arrestua për kontraband, kompania e Berberit kishte xhiro 8.7 milion lek. Në vitin 2019, viti i kanosjes me pistolet, 13.1 milion lek. Në vitin 2020, në mes të pandemisë, 20.7 milion lek. Pastaj erdhi viti 2022, xhiroja u trafishua në 74.7 milion lek, dhe fitimi i shtatëfishohet nga 2.1 në 14.2 milion lek. Në vitin 2023, Berberi Kompani ka përceu 90 milion lek xhiro. Një kompani transporti dhe tregtie në një bashki kufitare nuk i dhjetëfishon të ardhurat në 5 vjet pa një shpjegim. Shpjegimi është se rritja përkon me intensifikimin e kontrabandës dhe me formalizimin gradual të flukseve, që më parë qarkullonin tërësisht në të zezë. Por këto dosje nuk dihet në çfarë faze hetimi ndodhen apo nëse disa prej tyre janë pushuar fshehurazi. Nuk dihet nëse administrata tatimore ka hapur ndonjëherë një auditim për shpjeguar trefishimin e xhiros. Nuk dihet pse drejtoria e përgjithshme e doganave nuk ka ushtruar kontroll të plot mbi deklarata doganore të Berberi Kompani. Nuk dihet nëse SPA ka një dosje për këtë rrjet, por dihet që Mario Berberi vazhdon me magazinat në Kamës, me kompanitë në Bilisht, me prestanomen që mban firmën dhe me ortak të rinj në sektorin energjetik. Nuk është e vështirë të kuptohet se për çfarë shërbimesh të tilla ky kontrabandisti i skeduar nga agjencitë e zbatimit të ligjit
mbetet i paprekur. Vion me si Mario Berberi, kontrabandisti i Kapshticës, u bë ortak në një park fotovoltaik në Devoll, bashkë me familjet Kapurani dhe Myrtollari, dhe çfarë lidhje ka kjo strukturë me Bashkinë e Devollit, ish kryetari i së cilës u çua për gjykim nga SPAK.